që Allahu don ty është Allahu me të sprovua njëtën e dynjas me bela, me sprova të ndryshme. Kishme thonë dikush qysh, a Allahu i sprovon të dashurit e tij? Po. Allahu i sprovon njerëzit dhe sprovat, belat janë të ndryshme, sprova në vetvete. Kemi sprova në vetveten tonë, sprova në familjen tonë, në sprova në vlad tonë, sprova në gratë tona, sprova në pasurin tonë, sprova në shkollën tonë, sprova në autoritetin tonë, në pozitën tonë, sprova me kojshit, sprova me miqët, sprova me dashamirët. Pra kemi sprova të ndryshme. Andaj, nëse ty Allahut dën, ka me të sprovu, bëva kia, kejti në regull me Allahun, po ka me të sprovu me grua, me një grua të shtirë, një grua që kur t'ja njësh zonin dridhe trupi. E ke po dikush, e ka këtë problem se ta shtotërijat edhe zonin dyqysh s'pe menagjojnë për bërtasin, e si ti për të telefon, dora i dridhet edhe i skuqet ftyra dhe me një prishet disponimi edhe do të me përfundu takimin me qash. Pse? Se i ka orë telefonat. A të sprovon ashta zoti me grue, të fështirë, të rept, tashme. Nashta me grue nuk sprovon, të sprovon me evlad. Nashta të sprovon me pasuni. Nashta të sprovon me kojshi. Këti në regull zotit, ti ka që zotit do belagji rreth. Si të lëshkiton me belagji, për bala belagji. Ka që sprove madhe është. Pse? Pse këto sprova? Ka mundësi dhe me smundje të ndryshme. Pse? Sepse po dënë Allahu Gjellëshanuhu, me qito sprova me të pastru ty. Nuk po dënë ty me të pa, o robi Zotit me gjënahe. Po dënë Zotit jëtë me të pa gjënahe. Edhe me arë momentin fund, me ta marë me leku i vdekje shpirtin, e pa asë një gjëna me shku të Zotit. Allah në boft, të mosh me neve dhe ju me shku pa gjënahe. Pejgamberi a.s. ka thonë, idha e habba Allahu abden asaba min. Allahu kure dënë robin e ti, qka e sprovon. E sprovon. Nuk kemi shumë ku me i trajtu e rastet e sprovave të mëdha, vetë me një fjalë. Krejt pejgambert e Allahut kanë qenë njerëz sprovun. Dhe njerëzit me mas shumë të sprova me bela kanë qenë pejgambert. A kemi raste që janë sprovat pa imagjinueshme, sa të duesh, nuk po di kum janë nis. Për shembull, me marrë Ejubin a.s. Ejubi a.s. 18 vite, 17 apo 18 vite, sprovat një pas njëshme. Filloj me smundje, pastaj me humbje të vladët të i vdek, pastaj me humbje të pasuris, me humbje të shëshnis, me humbje të kojshive, me krejt, sa që fillun edhe pjesë të trupit me Irana ashtë në tokë. Krejt një ka një, sprov mas sprove, gjithë shka e pat, shkoj krejt. A ishte njeri më autoritativ, njeri më i pasën, familjet madhe, krejt. Për një moment caktuar, për mos me zgjatë shumë, qka jo drejtu Allahut dhe i tha, inni meseni e durr, wa anta arhamur rahimi. Qka i tha Zotit? O Zotit, më tha, mu më tha më gjithë belaja. Mu o Zotit, mu lë shumë belat. Nuk i tha ku që mbone më rezat. Unë e pejgamber, i dash në jetë, unë i dërgun për i te e tek njerëzimi, e kështu, jo. Vesh tha, inni meseni e durr, mu më gjithë belaja, apo më rëkën belat. Wa anta arhamur rahimin, e ti e maj më shirëshmi për i këtë më shiruazve. Dhe më honë, te din që ka bën me rahmetin tanë, ndash zgatma, ndash me të më krejt, ndash shëram. Ti e arhamur rahimin, maj më shirëshmi më shiruazve. Për një moment krejt ndryshoj gjendje. Ju këthyrë shëndeti, e martesa, e ju shkun thmia, e pasunia, e autoriteti, i thiri njerëzin të fejë. Pra ndryshoj gjendja për një moment caktuar. A mo dasht, ka gja me prita, një 17 vjet, sprov ma sprove. Pra, me një fjallë, Allahu Gjellëshanuhu ato që dënë, e sprovan. Dhe mas shumë të sprova kanë pas të dërguarit Allahut. Nëse dhvin sprova, cila do qofshin ato, s'ki pasuni, s'ki autoritet, s'ki pozit, s'ki familje, s'ki ato, dije se jenë sprovë, edhe vesh më pështetjo Zotit, edhe vesh prite kur po qelet derat mirave. A mo kur qelet anaj derat mirave, vesh munda të anaj me i prit ato të mirat, se të anaj vjen shumë. A mo një herë qka, dohet me bo sabër. Sa me bo sabër. Allahu Gjellëshanuhu nuk me përmen kështu me përqindje, sa me qënë sabërli. Po thët, fasbir, kema sabëra ulul azmi min ar-rusul. Bën sabër, banoj qëndrueshëm, qysh bënën sabër, qysh ishin të qëndrueshëm pejgamber të zgjedhur.
pejgambert e dalluar që kanë qenë, ju i dini ata ulul azmi 5. Bën që ashtu sikur ata sabër. Kështu Allahu xhaleshanuhu na jep një këshill.